Pse ty nuk të respekton kërkush? Pse ti, kur hyn në një dhomë ku ka njerëz, nuk vrehesh? Edhe pse ti tenton me ranë sy, buzëqesh, po prap se prap kërkush s'merret me atë punë. Për dallim prej tjetrit që edhe pse nuk fol, krejt reagojnë kur ajo sa ajo hyn në dhomë. Kjo s'do të thotë që çaj person është më i pasur se ti, ose ka pozitë në shoqëni më të mirë se ti, por është diçka shumë më e thellë se kaq. Është besimi që ai person që e ka te vlera e vetes vet, pa pas nevojë me u konfirmu për njerëzve. Edhe ky vetvlerësim ndjehet nga tjerët. S'do të thotë që ata e diskutojnë për ty se ti je tu e vlerësu veten, por është diçka që ata e ndjejnë edhe e kuptojnë, prandaj edhe e vlerësojnë. Po çysh ndërtohet ky qëndrim ndaj vetes? Që ti mos me vlerësu veten. Kur dikush trajton keq, ti hesht, edhe e bind veten se kjo është normale, edhe mendon se ti nuk meriton ndryshe. I përdor krejt format me arsyetu sjelljen e tjetrit ndaj teje. Edhe në këtë formë je tu i thon tjetrit që për mua lidhja me ty është shumë më e rëndësishme se sa dinjiteti që e kam unë për veten time. Ti atyne nuk ju thu këto me zo, por me veprimet e tua. Edhe ata dëgjojnë fiks çashtu që ti je tu ju transmetu. Njerëz që janë të dash me dëmtu ose me të bo keq, veç janë të komuniku me ty çashtu që ti po ju thu. Kështu që ndryshimi duhet mu bote vetja jote e jo tek tjerët.